Benji. Ollie e Benji. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji forever. Ollie un cannoniere, Benji un grande portiere. Ollie e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere e attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Ollie e Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori, e ognuno sa che vincerà. Ollie e Benji forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji last forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji forever. Roberto! 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 Lajme të këqija, unë kam vënë re një shkëputje të retinës edhe pse e pjesshme. Të them të drejtën, ndoshta do t'ju duhet shumë kohë që të shërohet, por as nuk mund t'ju them se kjo gjë do të ndodhë me siguri, duke parë gjendjen tuaj shumë të rëndë. Më vjen vërtet shumë keq, por mundësitë për të shëruar janë shumë të pakta. Mirë mëngjes, djema. Ç'kemi Oli, pas ka ardhur i pari për të bërë stërvitje sot? Më në fund mund të themi se skuadra jon njupi ka të drejtë të luajë në këtë fushë që këtë jetutje. Është një ndjesi e bukur, apo jo, Artur? Unë nuk arrita besoj ende se kemi fituar sfidën kundër kampionëve të San Francisit. Arritëm të shënonim një gol, pra? Edhe këtë arritëm fal lojës sonë në skuadër. Por herën tjetër dua që të fitojmë lojën. Jam dakord, do të fitojmë! Ata do të zvariten përpara nesh. Po çfarë po thua kështu, Bruce? Fatkeqësisht gjërat shkuan kështu. Nuk doja ta besoja. Para se të vija në Japoni kisha një fije shpresë. Por tani është e sigurt që karriera ime mori fund. Unë jam i raskapitur. Nuk mundem, nuk rezistoj. Edhe mua nuk më mbaj më këmbë. Kështu nuk mundi më sërish San Francis, Sangoli dhe ju djema. Sa më nuk më këmbë. Fundja, edhe ti e ka ta ndisur, si mos më keq. As që bëhet fjalë, unë jam ende në gjendje të vrapoj. Mund të ri këtu deri nesër. Na duhet një pushim. Të lutem, ndalem vetëm 5 minuta. E po mirë, le të bëjmë një pushim. Ej, Oli, çfarë po bën? Nuk do të shlodhesh pak? Nuk jam i lodhur. Po si ka mundësi që nuk e lodhur akoma? U bën orë të tëra që po vrapojmë. Nuk kam çfarë t'i bëj. Është e vërtet, kur luaj futboll nuk arrit të lodhem. Më argëton shumë. Topi i futbollit është miku im.
Topi I futbollit është miku im. Më duket sikur jam kthyer pas në kohë. Edhe ty kështu të duket, unë them se po, madje jam ose e bindur. Oh, shiko kush është, ç'kemi Roberto. Çfarë po bën këtu birim? Po luaja futboll me shokët e lagjës, mami. Po pastaj u kujtova që në këtë orë ti dile nga puna dhe thash të vija të merrja. Djali yt është gjithmonë shumë I sjellshëm, je me të vërtet me that. Po, në fakt jam shumë e that. Është një djalë I ndjeshëm dhe shumë I vëmendshëm ndaj meje. Mirë, pra unë po iki, do të shihemi. Mirupafshi. Shihemi nesër. Eja, edhe për ne ka ardhur koha të nisemi për në shtëpi. Në rregull. Pa shiko pak, ai top të qenë ka vjetëruar. Edhe ky I mirë është, mami. Më erdhi një ide. Me që ky top është ka ta ndisur kaq keq, unë do të dhuroj një të ri për ditëlindjen tënde. Jo, mami. E përse jo, birë? Po të punoj shumë në fabrikë, unë mund të ta blej një top ty. Madje 2. Mami, shumë faleminderit, por mua nuk më duhet një top I ri. Me të vërtetë e ke? Së shpejti do shkoj të provonte një skuadër shumë e mirë. Si do të provohesh? Po. Nëse arrit të fitoj, do të bëhem një futbollist profesionist dhe atëherë jeta jonë do të ndryshoj. Do të fitoj një mal me para, edhe për ty, mama. Shumë faleminderit, Bir. Më falni, zotri. Dje ju po shikonit ndeshjen tonë. Jam shumë I gëzuar që po ju shoh. Po, është e vërtet unë isha. Kam ardhur për një arsye të caktuar. A mund të më ndihmoni të gjej këtë adresën këtu? Të shohim. Jo, zotëri, po kërkoni rrugën Norton 107? Çfarë? Kjo është adresa ime. Atëherë kjo do të thotë se ti e Oli. Sigurisht unë jam Oli, dhe gëzohem shumë që ju njoh. Oh, të gjeta më në fund. Kjo është e kapitenit Harta. Çfarë? Po kjo që nga një letër nga baba im. Si e, Oli? Roberto është një miku im I ngushtë dhe e di që mund të mbështetem në ndihmën tënde. Këtë letër ta kam shkruar për të kërkuar një nder të madh. Roberto ja ka ardhur në Japoni për arsye shumë personale. Do të rri aty për ca kohë dhe do të qëndroj në shtëpinë tonë. Ai mund të ketë shumë nevojë për ndihmë në një vend të huaj, prandaj të kërkoj që ti të qëndrosh pranë dhe ta bësh sa më të qetë qëndrimin e tij në Japoni. Jam vërtet shumë I gëzuar që po njihem me një shokun e babait tim. Edhe unë, quhem Roberto Cedinho. Gëzohem shumë. Kënaqësia është e gjitha ime. Çfarë? Ju jeni vërtet Roberto Cedinho? Pse je kaq I habitur për këtë, Arthur? Vjen nga Brazili. Çfarë? Ju jeni vërtet Roberto Cedinho? Ju jeni qendër sulmuesi I Brancosave. Keni qenë krye shënuesi në kampionatin e lartë për 2 vjet, edhe përveç kësaj, edhe në kombëtaren braziliane. E pranoj. Çfarë? Nuk mund ta besoj. Tani e kuptoj si e bëra atë gjuajtjen e bukur në ajër. Po shoh një ëndër me sy hapur, kam përpara syve një profesionist të vërtet futbolli. Gjuajtja që bët pas ndeshjes së djeshme më la pa fjalë. Ku keni mësuar të gjuani kaq mirë? E po, Ju lutem na mësoni diçka të re. Një kampion është e pabesueshme. Nuk kisha parë ndonjëherë një kampion të kombëtares braziliane nga kaq afër. Unë mund t'ju jap vetëm një këshill fare të thjeshtë, djema. Loja e futbollit kërkon shumë gjallëri dhe pasion, më besoni. E dëgjova Olin dje kur tha se topi është miku I tij më I mirë. Jam plotësisht dakord me ta. Kudo që të shkoni duhet merrni topin me vete. Kjo është shumë e rëndësishme për ju. Topi duhet të jetë një përbërës I jetës suaj. Duhet të jetë miku juaj më I mirë. Në Brazil të gjithë djemt kështu bëjnë. Nuk dalin kur nga shtëpia pa të. Unë gjeta një top në plera atëherë. Edhe që atëherë nuk kam rreshtur kur së luajtur, edhe se qeni miku I tij më I mirë. Kur mendoj për atë ditë më vinë ndërmend kujtime të hidhura. Ka qenë dita më e keqe e jetës sime. Ndodhesha në një fushë futbolli për të dhënë një provim.
Roberto, o zoti madh, çfarë tragjedie. Mamaja jote e gjorë, mamaja jote e gjorë. Mamaja ime pësoj një aksident të rëndë dhe humbi jetën. Dhe kështu që nga ajo ditë mbeta krejtësisht i vetëm. E flaka tutje topin e vjetër që mbaja gjithmonë me vete. Isha i bindur që nuk do të kisha luajtur kurrë më futboll. Merë, djalosh, ky top i ri është për ty. Faleminderit, por nuk më duhet një top i ri. Unë nuk luaj me futboll, nuk dua t'ja di më për të. A je vërtet i sigurt, djalosh, sepse ky top është dhurat nga mamaja jote? Çfarë? Mund të duket e pabesueshme, por është dhurat për ditëlindjen tënde. Një ditë para atij aksidenti tragjik, ajo erdhi në dyqanin tim dhe pasi e zgjodhi me kujdes, më dha si parapagim gjysmën e çmimit të topit. Nuk i kishte të gjitha lekët dhe kështu që më premtoi se do të më paguante sa më shpejt të mundi. Jam i bindur se zemra e mamas tënde është brenda këtij topi. Ai do të jetë i hyti. Nuk mund t'i hap askujt tjetër, të përket ty, birin. Më falni zotëri, por unë nuk kam para për të paguar gjysmën tjetër. Arri qet, nuk më duhen parat, por duhet të më premtosh diçka. Një ditë, kur të luash në kombëtare, njëri nga golët që do shënosh, do të më kushtosh mua. Është dhurata e ditëlindjes tënde, topi është një kujt më i mirë. Të falenderoj shumë, mami. Qysh atëherë vendosa të luaja përsëri futboll, edhe nuk u ndava më kurrë nga dhurata e mamas sime. E mbajta me vete. Dhe pa e kuptuar fare, futbolli u bë jeta ime, pasioni im i vetëm. Prandaj jam dakord me Olin. Topi duhet jetë miku juaj më i mirë. Edhe unë kam qenë gjithmonë një mik i ngushtë i topit, që kur isha i vogël. Vërtet e thua? Sigurisht që po, edhe unë. Edhe unë. Edhe unë, edhe unë. Po, edhe unë. Edhe unë. Ju lumt, me që është kështu mund të fillojmë të luajmë që tani. Ndërsa kjo është një rofishat. Kush e di nëse do arrit ta bëj dhe unë ndonjëherë? Nëse mendoni se topi është miku juaj më i mirë, një ditë edhe ju do të mësoni të bëni të gjitha këto gjëra. Do t'ishte me të vërtetë e mrekullueshme, zotri. Kam ëndruar gjithmonë ta bëj një gjë të tillë. Do t'ja dalësh mban. Mjafton të përkushtohesh për të bërë miku i mirë i topit. Do ta bëj. Edhe unë. Edhe unë, edhe unë. Edhe unë. Edhe unë. Forca, që sot e tutje duhet të mundohemi të bëhemi mik me topin. Sigurisht, zotri. Mirëmbrëma, mami. Të kam sjell një mysafir, e gjendot? Ashtu? E kush është ky? Quhem Roberto Cedinho, gëzohem. Ai dhe babi kanë qenë shok shumë të mirë në Brazil. Rastësisht unë sot e njoha tek fusha e futbollit. Kjo është letra që na ka dërguar babi. Mos më thuaj, nga Brazili largët vini? I kam patur nderin të njihem me kapitenin Harton pak kohë më parë dhe u bëm menjëherë shumë miq. Ishte ai që më këshilloi të drejtohesha tek ju. Shpresoj që kjo mos ju bezdis, zonjë nderuar. Ç'është ajo fjalë, është kënaqësi për mua. Miqtë e burrit tim janë edhe të mit. Rrini këtu si në shtëpinë tuaj. Shumë e sjellshme, ju falenderoj nga zemra. Ndoshta ti nuk e di, por Roberto është një futbollist profesionist shumë i zotit dhe luan në kombëtaren braziliane. Është vërtet e mrekullueshme. Është kapiteni i Brankosve dhe është golashënuesi i kampionatit. Sa bukur. Imagjinoje, mami, unë pata fatin të shikoj se çfarë është javë të bëj me topin. Ishte fantastik fare. Me të vërtet?
Atëherë, zoti Sedinjo, ju vini nga Brazili i largët dhe burri im donte që të njiheshit me Olin? Jo, isha unë që i kërkova kapitenit Harton të vija në Japoni. Jam shumë kureshtar ta vizitoj. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për ty, Oli. Mund të mësosh shumë mbi futbollin gjatë qëndrimit të zotit Sedinjo. Ky është një shans shumë i mirë për ty, apo jo? Po, nuk do të më iki nga duart ky rast. Robertoja do të jetë trajneri i skuadrës tonë, mami. Sa lajm i bukur. Do të bëhesh trajneri jon, apo jo, Roberto? Po. Sa do doja të isha këtu për këtë arsye. Kam ardhur në Japoni sepse isha shumë i dëshpëruar. Pasi e mbylla karrierën time si futbollist për shkak të shkëputjes në Ratin, kapiteni Harton këshilloi një spital në Japoni. Por ata duken të lumtur edhe nuk dua që të shqetësohen për mua. Tani për tani nuk do t'u them gjë. Një ditë ndoshta do të njohin të vërtetën. Sa i mirë. I dashur oktapod nuk e di se sa të kam zili. Pra tani Artur, si ka mundësi që i ke zili një oktapod të shkret? Tani mjaft lomotite dhe haje sa është i ngrohtë. Po e kam. Mendo, sikur unë të kisha 8 këmbë si oktapodi, ndoshta do të ishte vetëm mënyrë për të luajtur futboll si Oli dhe Robertoja. E mjaft tani, mos u bë qesharak. Nuk e dëgjove se çfarë tha Robertoja? Nëse dëshiron të luash mirë futboll, duhet të jesh miku më i mirë i topit. Haje shpejt tani atë gjën dhe shkojmë të stërviten. Mi jepi. Çfarë? Nuk e shikojnë që po bie gjithë ky shi? Fusha duhet jetë mbushur plot me ujë. Mjaftu ankove, mos u bëj tembel. Çfarë? Më dëgjove Artur? Pa ti. Mire, pas keni haruar ju të dy se së shpejti do të kemi një ndeshje? E vërtet, në fal. Si gjithmonë të fut frikën ti. Çfarë the ti, Bruce? Shikoni, kam diçka të re për t'ju treguar. Tadam! Si ju duket? E kam qepur vetë me duart e mia. Dëgjoj, më duket mua apo vetëm emri Olit është aty? Pa, mos të shqetëson që ty? Mirë, kam përshtypjen se patit i ka ndodhur diçka. Është e dashuruar me shikim të parë me Oliver Hatton. Llomotit sa të duash, nuk më bëhet vën fare, mbylle gojën dhe mendo të stërvitesh më mirë. Mirë, po iki. Sa mendje lehtë. Nuk hyri në port. Ja doli. Përgëzimet e mia, Oliver Harton. Ja dole mban. Nuk e dija që ishe këtu. Po ashtu është, ja dole mban, Roberto. Të lumt. Dua të them diçka. Që ku kam ardhur në këtë vend nuk arrit të mendoj për asgjë tjetër veç futbollit. Madje të them që nuk ka asgjë në botë që më bën më të lumtur se sa të luaj futboll.
Topi është miku im më i mirë. Kjo ka shumë rëndësi. Kur të pasha ditë që bëra të gjuajtjen e mrekullueshme, ndjeva një emocion të pabesueshëm dhe jam i sigurt se do ta mbaj mend për gjithë jetën. Faleminderit për kompliment. Por fatkeqësisht mund të them që ka edhe gjëra që unë nuk mund t'i bëj. Duhet të bëhem një profesionist. Nëse ti je dakord, dua të përfitoj nga qëndrimi yt këtu për të përmirësuar në maksimum teknikën time. Si thua Roberto, të lutem. Sigurisht që do të ndihmoj. Ha, çfarë mrekullie! Faleminderit. Dua të filloj menjëherë. Do të stërvitem rreptësisht. Do të jap maksimumin tim. Si thua, e provojmë edhe një herë që ta bëjmë atë gjuajtje? Në rregull. I dashur trajner. Po ju shkruaj këtë letër për t'ju lajmëruar mbi gjendjen time shëndetësore. Se apo arrita në Japoni, u vizitova tek një specialist që më këshilloi kapiteni Hart. Asnjë të re. Diagnoza është gjithmonë e njëjtë. Shkëputje e pjetshme e retinës. Jam i detyruar të braktis futbollin profesionist. Është diçka shumë e dhimbshme, por jam i sigurt se ky është një vendim i duhur. Do të qëndroj në Japoni. Duhet provoj të mësoj atë që di disa të rinjve të talentuar. Kurajo, kush e di ndoshta kjo aventurë e re mund të më jap forcë për të ecur përpara. Fundja vazhdoj të jem përsëri në një fushë futbolli, edhe kjo më bën shumë të lumtur. Forca dhe një herë tjetër. Po shikoj dritën në fund të tunelit. Të lumt!